Në një përvjetor jubilej, Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës kremtoi 50 vjetorin e themelimit të saj, një ngjarje që vlerëson kontributin e studiuesve dhe akademikëve shqiptar. Presidenti i Republikës Bajram Begaj gjatë fjalës së tij nderoi ata që nuk janë mesnesh, si dhe ata që vazhduan me sakrificë të ruanin idealin e dijes dhe që ndresën për zhvillimin e kulturës dhe shkencës shqiptare. Begaj vlerësoi arritjet e Akademisë së Kosovës dhe nënvizoi rëndësinë e momentit historik kur shqiptarët sot kanë 2 shtete dhe 2 akademi që i shërbejnë kombit. Të nderuar akademik, pas shumë dekadave përpjekjes sakrificash të popullit tonë dhe fal ndihmës së çmuar të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe partnerëve evropian, shqiptarët sot jetojnë një moment të paprecedent. Kemi 2 shtete shqiptare, 2 akademi shkencore që i shërbejnë një kombi. Është hera parë në historinë tonë që dija shqiptare mund të zhvillohet pa pengesa, në liri dhe në bashkëpunim të plotë. Kjo na jep jo vetëm siguri, por edhe fuqi për të ecur përpara, për të ngritur si komb përmes dijes, përmes krijimtarisë dhe përmes shpirtit. E kaluara na ka mësuar vlerën e dijes, e ardhmja na kërkon ta shndrojmë këtë dije në forcë zhvillimi për shoqërinë tonë. Pas ceremonisë, presidenti Begaj zhvilloi një takim të veçantë me presidentin e Kosovës, Vjosa Osmani. Të 2 krerët e shteteve rikonfirmuan angazhimin për bashkëpunim të pandalshëm Shqipëri-Kosovë, duke nënvizuar se përmes programeve të përbashkëta mund të nxisin më shumë zhvillim dhe inovacion në të 2 vendet.